Specialistët për hetimin e narkotikëve në Drejtori Vendore të Policisë Vlorë referuan materialet në prokurori dhe nisën procedimi penal për shtetasin me inicialet DC, 36 vjeç, banues në Tragjas, pasi gjatë kontrollit në subjektin e tij, tabakino dhe në automjet, shërbimet e policisë i gjetën dhe sekuestruan një sasi lëndë narkotike, kanabis dhe kokainë. Specialistët për hetimin e krimeve në Komisariatin e Policisë Vlorë arrestuan shtetasin me iniciale AS, 27 vjeç, banues në Vlorë, pasi ka vjedhur disa produkte në një supermarket në lagjen Pavarësia. Po këta specialistë referuan materialet në prokurori pasi më datë 26 prill 2025 në lagjen Isa Boletini ka ndëruar jetë në banesën e tij, dyshohet për shkaqe natyrore, shtetasi me iniciale GB, 90 vjeç. Specialistët për hetimin e krimeve në Komisariatin e Policisë Himar referuan materialet në prokurori për shtetasin me iniciale SK, 62 vjeç, pasi më datë 26 prill 2025 ndaj tij ka bërë kallëzim shtetasi me iniciale LM, 76 vjeç, se për motive të dobta ka debatuar me fjalë me njëri tjetrin. Specialistët për hetimin e krimeve në Komisariatin e Policisë Sarand referuan materialet në prokurori dhe shpallën në kërkim shtetasin me iniciale RK, 43 vjeç, banues në Berat, sepse më datë 17 prill 2025 ka marrë një automjet me qira nga shtetasi me iniciale AS në Sarand dhe nuk ja ka kthyer deri më sot. Specialistët e seksionit të trafikut urban dhe interurban në Vlorë arrestuan shtetasin me iniciale AG, 39 vjeç, banues në Vlorë, pasi u konstatuan nga shërbimet në rrugën Bulevardi Ismail Qemali, duke drejtuar automjetin në gjendje të dheur. Po këta specialist referuan materialet në prokurori dhe nisën procedimin penal për shtetasin me iniciale HD, 19 vjeç, banues në Vlorë, pasi në rrugën Gjergj Kastrioti në Vlorë, duke drejtuar mjetin tip Volkswagen, ka aksidentuar këmbësori me iniciale DG, 68 vjeç, i cili pas mjekimit në spital është larguar për në banesë. Materialet ju referuan prokurorive përkatëse për veprime të mëtejshme.